Këtë vit, shtëpia botuese Logos A në panairin e librit 2025 në Tiranë vjen me 49 tituj të rinj. Këtu përfshihen libra nga autor vendas, përkthime si dhe botime nga autor ndërkombëtar me renome botërore. 49 botimet e Logosit janë vepra të llojshmërisë së veçantë që lexuesve u ofrohen botime nga filozofia, mistika, islamistika, sociologjia dhe letërsia shqiptare. Pra në kuadër të bibliotekës lexo që ngërthen vepra nga fusha e shkenca sociale, filozofike, sjellin vepra Shfuqizimi i njeriut nga autori britanik Clive Lewis, aspekte britaniko-shqiptare dhe udhëpërshkrime nga Daud Dauti, Islami dhe udhëtimet në mesjet të Huari Tuati. Nën kupën qiellore të mendimtarit turk Ibrahim Kalın, nga fusha e letërsisë ku bëjnë pjesë librat nga biblioteka Divan, veçohen tituj Ndryshku i kohës nga shkrimtari i njohur Kim Mehmeti, librin poetik Stina e Daulleve të shiut të poetes Neviana Shehi dhe romanin nga akademiku bosnjak Ferit Muhiq, Udhëtimi për në Tajan. Në bibliotekën Gjurmët vijnë tituj nga historiografia shqiptare. Këtu do të veçohet vepra e trevëllimshme e osmanologut Ilias Rexha, që përmbledh defteret Osman mbi disa vise shqiptare në Kosovë e që janë dëshmi e autoktonisë shqiptare. Në kuadër të bibliotekës Elif, këtë vite plotësojmë veprën 19 vëllimshe, 40 net të Metinizetit, që ndër shqiptarët paraqet prurje të re në fushën e hermeneutikës së Kuranit. Si një sihariq për lexuesin këtë vit e sjellim veprën monumentale në 2 vëllime të Xhelaledin Rumiut, Divani Kebir, Divani i Shems Tabrizit, veprën e filozofit francez René Guénon, Simbolika e kryqit. Jo më pak të rëndësishme janë edhe veprat nga fusha e islamistikës, ku do të veçonim veprën në 3 vëllime, si të lexohet Kuran nga autori Enes Kariç, Udhëheqja e Muhamedit a.s., një rindërtim historik nga Joel Hayward, Rinia në kërkim të kuptimit të mendimtarit turk Mehmet Görmez. Ndërkaq, ditë më parë Logos A, para lexuesve shqiptar ka sjell edhe librin Michael Foucault, Pushteti, Dia e individit të Kushtri Mahmetit. Një ndër ristit kryesore të Logosit në përvjetorin e 35 të saj është edhe botimi i revistës shkencore numri 1 dhe 2, ku në këto numra shohim tekste akademiko-shkencore nga profesorët eminent botror, Sejid Hussein Nasr, Ibrahim Kalın, Lea Ypi, Ferit Muhiq e të tjerë. Në sajt e panairit e librit 2025 në Tiranë vlen të përmendim që Logos A këtë vit realizon promovimin e librit më të ri të shkrimtarit Kim Mehmeti me titull Ndryshku i kohës, me datë 15 nëntor 2025, ora 13 në Pallatin e Kongreseve me promotor akademik Ali Aliu dhe Agim Baçi. Panairi i librit Tirana 2025 pritet të përfundojë ditën e diel më 16 nëntor.